Zonja Dade, ju keni punu në diplomaci dhe e dini shumë mirë. Ky Lasivita, ky erdhi dhe mbajti 5 fjalë të Saliut dhe ka marrë parat për këtë, as nuk i bëhet vonë fare. Sigurisht, madje. Dhe tjetra është që shpreho ky ndonjë përkraje, ndonjë mesazh nga State Departmenti, nga presidenti Donald Trump. Pra, ai është njëri që ka në qefin e vet, i shfrytëzon paret e këtyre, mirë apo se paret vjedh me i kanë timorit sa. Por ai nuk mund t'japi asnjë vot, nuk mund ngrej për Partinë Demokratike dhe tregon mjerimin e kësaj partie që ka ardhur këtë gjendje që mendon me një Lasivita që Trumpi e hoqi në fund për abuzim me financat e fushatës të tij. Unë mendoj lirë që e keqja e Sali Berishës dhe të vetëve është që nuk e njohin realitetin e shoqërisë shqiptare. Këta mendojnë që jemi në 90-ën. Që marrin ndonjë huaj hypin në tribun, edhe shqiptarët tani do të mpaken, edhe do të qisën fotografi me senatore me Bushin e me gjitha dhe dhe shqiptarët tani do thonë pas ka ardhur këy nga Amerika dhe ta barazojnë Laçivitan me Trumpin apo me James Baker një herë për herë parë. Do t'i heqin atë non grata e tjera me radhë. Këto janë mjaft gjëra shumë inocente, do thoja unë, mjaft fëminore më e pakta, që tregojnë për një gjendje mjerane të këtyre përfaqësuesve dhe kujtojnë tani e marrin popullin shqiptar sikur vazhdon të jetë, domethënë pa ditur se ç'është demokracia, pa ditur si funksionojnë shtetet, pa ditur cilat janë marrëdhëniet shtetërore, pa ditur si mbështeten dhe kujtojnë tani që këta lobistët, që më duket se po ndryshojnë dhe ligjin atje, që mos deklarojnë as të ardhurat që ju vinë. Se ka ardhur Trumpi. Vinë pikërisht sepse shikojnë xhepin e tyre. Edhe vinë, japin disa këshilla dhe hiqen as i bëhet vonë. Dhe madje nuk mbajnë as përgjegjësi nëse ajo parti humbet, marrin parat dhe ikin. Marrin parat dhe ikin. Dënohet parat. Sigurisht, nuk diskutohet fare. Dhe ai ka ardhur në një terren që nuk e njeh fare. Sepse po ta dinte terrenin dhe po ta dinte se sa përqind e popullatës mund mbështesin Sali Berishën dhe mund t'i shkojnë nga mbrapa, dhe po ta dinte që Sali Berisha është hipoteka më e mirë që ka Edi Rama në këto zgjedhje. Është muri ku marr. Ai nuk pa merr mendje që do vinte. Jo do vinte se pra paret i marrin atë, mos i idealizojmë. Është e kotë dhe unë besoj që kjo nuk zë vend në shoqërinë shqiptare.